Prokuroria kërkon 3 vite burg për Marielën, 3 vite shërbim prove për Antonelën. Prokuroria e Tiranës dha pretencën për motrat Antonela dhe Mariela Berishaj, të cilat goditën me sende të forta 26 vjeçaren Klea Prenga verën e vitit të kaluar. Prokurori Ndini Tavani kërkoi 3 vite burg për Marinela Berishën, e cila ndodhet në masën arrest në shtëpi, por që nga gjykimi i shqyrtuar në rast se gjendet fajtore dënimi zbret në 2 vite, ndërsa për Antonelën kërkoi 3 vite shërbim prove, që me gjykim të shkurtuar zbret në 2 vite shërbim prove. 2 motrat u dorëzuan në polici në muajin tetor 2024 dhe akuzohen për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim. Klea Prenga u dhunua barbarisht nga motrat Berishaj teksa ishte duke darkuar në një restorant në kryeqytet në zonën e Kodrës së Diellit mbrëmjen e 6 gushtit 2024 dhe teksa ishte duke ngrënë. Motrat e kanë goditur me sende të forta shishe qelçi, duke i shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në fytyrë. Sa kaq, shkak i dhunës që motrat ushtruan mbi Prengën, mendohet se është bërë dyshimi i Marielës se Klea kishte lidhje me bashkëshortin e saj prej të paktën 1 viti.